Një tjetër goditje ndaj krimit të organizuar. Një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar ka rënë në prangat e policisë, këtë herë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Armi Stafa, 36 vjeç, i njohur edhe me identitetin Arme Stava, është arrestuar në Dubai në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, një aksion i policisë së shtetit kundër personave të përfshirë në krimin e organizuar. Sipas burimeve zyrtare nga policia e shtetit, arrestimi u bë i mundur fal shkëmbimit në kohë reale të informacioneve me strukturave të specializuara të policisë shqiptare dhe homologëve të tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe nëpërmjet zyrës së Interpol Tiranës. Armi Stafa akuzohet nga gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar se ka qenë i përfshirë në aktivitetin e pastrimit të parave përmes një skeme të ngritur mbi shitblerjen e automjeteve. Sipas dosjes hetimore, ai ka vepruar në bashkëpunim me vëllezërit Franz dhe Hajdar Çopja, të njohur për aktivitetin e tyre kriminal në qytetin e Elbasanit. Gjykata e posaçme e shkallës së parë ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa hetimet janë zhvilluar në kuadër të një procedimi penal të nisur në vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe, dyshohet se janë pastruar shuma të konsiderueshme parash të përfituara nga veprimtari kriminale nëpërmjet transaksioneve fiktive me automjete. Autoritetet shqiptare janë aktualisht në komunikim të vazhdueshëm me homologët në Abu Dhabi për të përfunduar procedurat e ekstradimit dhe për ta sjellë Stafën në Shqipëri, ku do të përballet me drejtësinë.